Brenda shtëpisë së Big Brother, situata mes Benitës, Limës dhe Dolces merr një kthes shumë të tensionuar dhe dramatike. Benita vendos të flasë hapur dhe të tregojë dëshirën e saj, duke pranuar të bëjë një treshe me Limin dhe Dolcen. Ajo nuk e fsheh emocionin dhe eksitimin e saj, dhe shpreh hapur se ajo dëshiron të përjetojë diçka të veçantë dhe intensive me ta. Gjatë këtij momenti, ajo fillon të ngacmojë Limin dhe Dolcen, duke përdorur gjeste të hapura dhe shikime provokuese, që tregojnë qartë se është e vendosur dhe nuk ka frikë të shprehë dëshirën e saj. Fjalët e saj janë të drejtpërdrejta dhe provokuese, duke e bërë situatën edhe më dramatike dhe të tensionuar për të gjithë që ndodhen pranë. Limi dhe Dolce reagojnë ndryshe ndaj ngacmimeve të Benitës. Disa herë duket se ata janë të hutuar, të shokuar nga sinqeriteti dhe intensiteti i saj, ndërsa herë të tjera shihen të përfshirë në tensionin emocional që krijohet. Atmosfera në dhomë bëhet e ngarkuar, dhe çdo lëvizje, çdo shikim dhe çdo fjalë e Benitës shton dramatizmin dhe ngacmimin mes tyre. Banorët e tjerë që ndodhen pranë fillojnë të vëzhgojnë situatën me kuriozitet dhe shqetësim. Disa mbeten të shtangur nga vendosmëria e Benitës, ndërsa të tjerët janë të habitur dhe ndjejnë se ky moment është një nga më provokuesit dhe dramatikët e ditës. Çdo reagim i tyre, qoftë verbal apo jo verbal, shton tensionin dhe intensitetin emocional të skenës. Benita vazhdon të ngacmojë Limin dhe Dolcen me fjalë dhe gjeste, duke treguar qëndrimin e saj të vendosur dhe eksitimin e momentit. Ajo i le të kuptojnë qartë se dëshira e saj është reale dhe se nuk do të tërhiqet, duke e bërë situatën të duket intensive dhe dramatike. Ky tension përhapet menjëherë në dhomë dhe ndikon në mënyrën se si të gjithë banorët e tjerë e perceptojnë marrëdhënien dhe situatën. Ky episod shfaqet si një nga momentet më të forta dhe provokuese të ditës brenda shtëpisë, ku dëshira, ngacmimi dhe dramatizmi ndërthuren. Fjalët dhe veprimet e Benitës krijojnë një skenë që nuk mund të injorohet, duke e bërë momentin të ndjeshëm dhe të diskutueshëm për të gjithë banorët dhe publikun që ndjek çdo detaj të situatës.